Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin e javës nga data 6 deri në datën 12 prill. Ju uroj një javë të mbar, por dhe një muaj sa më të mbar të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndihni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit prill, sepse janë postuar gjitha shenjat e horoskopit dhe përfshihet i gjithë muaji, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme, siç është hëna e re, por dhe tema për dashurinë. Ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal, të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Dhe do filloj me gjitha shenjat me radhë. Gjithsesi është një javë ku duhet të falni dhe të ecni përpara. Është një javë ku do dalin të vërteta. Më falni për zërin, sepse është herët akoma. Gjithsesi duhet të keni kujdes edhe në lidhje me pjesën e dhunës. Të vërtetat që do dalin gjatë kësaj jave do t'ju lehtësojnë, por do ketë edhe dhurata deri në fund të javës. Gjithsesi do shohim për gjitha shenjat me radhë, do jenë të favorizuara shenjat e tokës dhe të ujit, 10 ditësh i parë dhe 10 ditësh i dytë. Gjithsesi do shohim energjinë që na vjen. Dhe filloj me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Atëhere, në fillim të javës parë kemi të bëjmë energjinë e karrocës, po që është përmbys energjinë e shenjave të tokës dhe shenjave të tokës përsëri. Shoh që ju dëshironi të jepni drejtim diçkaje, emocioneve tuaja, të jepni drejtim punës tuaj, jetës tuaj të përditshme, familjes, por edhe anës tuaj ekonomike. Por ju shoh që sikur nuk ndjeni gati akoma në lidhje me këtë gjë. Dhe për një pjesë tjetër shoh që dëshironi të jepni drejtim në lidhje me një blerje. Mund të jetë një blerje shtëpie, blerje makine, mund të jetë një zhvendosje nga një shtëpi në shtëpinë tjetër. Për pjesën tjetër, mund të jetë që ju dëshironi të investoni te fëmijët tuaj ose në shtëpinë tuaj. Ndërsa për një pjesë tjetër shoh që mund të bëni dhe blerje të ndryshme gjatë mesit të javës. Por mund të jenë blerje online në një rast. Në rastin tjetër shoh që do merrni një shumë të konsiderueshme parash që do t'ju japi një lloj stabiliteti në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që ju keni. Por në fund të javës ju shoh që do jeni të admiruar si në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, por ju shoh sikur nuk ndjeni shumë jo të kënaqur, por sikur shpërbleni pak në lidhje me këto me dashurinë, me punën nga ana ekonomike. Për një pjesë prej jush mund të njiheni me një person te vendi punës. Flasim për pjesën e beqarëve. Në fillim të javës ju nuk harrini dot të jepni drejtim emocioneve ose në lidhje me një njohje ose me një lidhje. Por fundi i javës mund të sjellë një person te vendi punës, është një person që ju admiron, ju pëlqen, por që ju nuk e shikoni. Gjithsesi, për pjesën tjetër shoh që mund të jeni duke bërë një punë ku mund të ketë lidhje me artin, mund të ketë lidhje me biznesin, mund të ketë lidhje me një aktivitet privat. Ju do ndjeni të admiruar, do t'ju vlerësojnë për punën që bëjnë, por shoh që nuk ju vlerësojnë shumë nga ana ekonomike. Edhe pse ju, një pjesë prej jush mund të ndjeni të fuqizuar nga ana ekonomike, ndoshta dëshironi të bëni këtë fillim të ri, por që është një fillim i ri që nuk do t'ju kënaqë akoma në fund të javës. Gjithsesi, është një javë fantastike në lidhje me ju. Ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Denit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë shohim energjinë
ju jeni të energjia e shenjave të ajrit dhe shenjave të tokës, që jeni ju vetë. Ju mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja, por mund të keni të bëni dhe me persona të këtyre shenjave. Gjithsesi, në fillim të javës ju shoh pak të nxituar, të vrullshëm, dëshironi të bëni gjërat shpejt. Ndoshta nga që dëshironi të bëni gjërat shpejt, mund të thoni dhe fjalë që nuk duhet i thoni. Në qoftë se ju dëshironi të futeni në një njohje, ju e doni në këto momente dhe nxitoni për ta bërë këtë. Në lidhje me pjesën tjetër, mund të ketë diçka që ka lidhje me fëmijët, me shtëpinë, me familjen, dhe shoh që dëshironi që gjërat të çoni shpejt përpara, ose ju dëshironi të bëni një udhtim sa më të shpejt. Dëshironi të filloni një punë, një projekt, një bashkëpunim, por e shoh që do të regoni pak të nxituar. Thjesht duhet keni kujdes me nxitimin në fillim të javës për të bërë gjërat që ju dëshironi. Dhe në mesin e javës, ju shoh që do ta lini mbrapa këtë pjesën e nxitimit që e keni në fillim të javës dhe do filloni të jepni një drejtim më të mirë, më të qetë gjërave. Ju do filloni të bëni më me qetësi gjërat. Në lidhje me pjesën e personave që dëshirojnë të futen në një njohje të re dhe duan sa më shpejt, ju shoh që në mesin e javës ju do harrini të keni një takim me këtë person, do jeni duke biseduar me personin, duke shkuar diku në një vend të qetë, dhe në fund të javës ju shoh që do mendoni shumë seriozisht në lidhje me këtë njohje, me këtë dashuri. Për pjesën tjetër do lini problemet, vështirësitë që keni kaluar në lidhje me njohjet, lidhjet, marrëdhëniet tuaja, ose në lidhje me shtëpinë, me familjen, me fëmijët tuaj. Për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje me punën ose edhe nga ana ekonomike. E rëndësishme është që në mes të javës do keni shumë diskutime dhe mes të javës do jetë që ju do harrini të jepni drejtim situatave, një drejtim më të mirë, një drejtim më të qetë. Shumë prej jush i shoh në fillim të javës, në mes të javës i shoh në udhëtime. Dhe në fund të javës ju shoh që jeni në një pozicion mbretëror, jeni duke menduar për anën tuaj ekonomike. Ndoshta ju mund t'ju mbështesi dhe një person me këshillat e veta, ose edhe ekonomikisht për një pjesë tjetër, ndërsa një pjesë janë në një pozicion të mirë ekonomik, të fuqishëm mund të them. Në një shoh që jeni në një pozicion mbretëror, por gjithsesi unë shoh që do jeni duke menduar shumë fort për anën ekonomike, ndoshta për të hapur diçka, për të bërë diçka më shumë, për të rritur të ardhurat tuaja. Gjithsesi, është një javë fantastike dhe për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni të shtypni butonin like, bëni subscribe. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së binjakëve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni të shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lehtësime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë këtu kemi të bëjmë me kartën e diellit, që përfaqëson shenjën, shenjën e luanit, me energji të shenjave të tokës, energji të shenjave të ujit. Gjithsesi, shoh që ju mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja, por mund të keni të bëni me persona të këtyre shenjave. Në fillim të javës ju shoh që gjërat nuk do t'i shikoni qartë, do ndiheni pak të mërzitur ju shoh, por gjithsesi nuk do keni qartësi në lidhje me një dashuri. Ju ndoshta ndiheni të dashuruar me këtë person, por nuk do shikoni të vërtetat e kësaj njohje, lidhje ose marrëdhënie. Ose më saktë, ju mund të bëni të dilni me këtë person, të ndiheni të lumtur, por shikoni gjithmonë atë anën sipërfaqësore, duke mos u futur në thellësi të këtij personi. Dhe në mesin e javës shoh që ju do dëshironi të investoni në një dashuri, në një njohje, në një lidhje, dhe shoh që ky person është shpirti juaj binjak, edhe pse ju mund mos i shikoni qartë situatat në fillim të javës. Për një pjesë tjetër ka lidhje me fëmijët tuaj. Ndoshta ju mund të ketë të vërteta që ju nuk e shikoni në lidhje me fëmijët, në lidhje me shtëpinë, me familjen. Për një pjesë tjetër te vendi punës, nga ana ekonomike, por dhe në çështje situata të ndryshme, sepse kemi kartën e diellit përmbys. Gjithsesi, në mesin e javës ju do doni të investoni në lidhje me këto çështje dhe situata që keni. Mund të jetë një çështje situatë në lidhje me shtëpinë, me fëmijët tuaj, por e shoh shumë të lidhur me fëmijët.
Por gjithsesi ju do t'i mbështesni shumë fëmijët tuaj në fund të javës. Do dëshironi të investoni më shumë tek ata, si nga ana emocionale, nga ana materiale, ekonomike, dhe ju do harini të bashkëpunoni dhe ju shoh që do jeni shumë të angazhuar me fëmijët, por do jeni dhe duke i mbështetur nga ana emocionale. Mund të tregoni dhe nostalgjik në lidhje me të kaluarën e fëmirisë tuaj ose kur ju keni kaluar momente të bukura me fëmijët tuaj. Dhe flasim këtu kur kanë qenë në një moshë më të vogël. Gjithsesi në lidhje me punën, shoh që do shtoni të ardhurat tuaja, mund të bëni një punë të dytë ose mund të keni një ritje rroge dhe në fund të javës shoh që një person do t'ju mbështesi. Mund të jetë një person dashamirës, një person nga e kaluara, ndërsa për një pjesë tjetër shoh që mund të ketë dhe rikthim të një personi nga e kaluara në dashuri, rikthim të një personi që do t'ju mbështesi në lidhje me një punë, ndoshta për t'i ofruar një punë ose një mundësi në lidhje me një partneritet, bashkëpunim, por edhe me situata të ndryshme që do keni. Gjithsesi, kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë përshëndetje gjithë ju të shenjës së gafores. Atëherë, sot do bëjmë parashikimin e javës nga data 6 deri në datën 12. Ju uroj një javë të mbarë, por dhe një muaj të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose të WhatsAppit. Atëherë shohim energjinë në lidhje me ju. Në fillim të javës ju shoh që ndiheni sikur i keni lënë ato mendimet tuaja, nuk jeni më duke menduar për njëri, ju dëshironi të shikoni veten tuaj, nuk jeni duke qëndruar më në gjendje pa gjumësie, siç mund të keni qenë më përpara, dhe shoh që jeni në një energji ku ju harini të mendoni me kthjellësi në lidhje me njofit, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Në rastin tjetër, ju mund të shikoni dhe qartë, mund të shikoni gjërat ashtu siç janë në të vërtetë. Për pjesën tjetër, mund të ketë lidhje me shtëpinë, me familjen, me situata dhe çështje të ndryshme që mund të kenë lidhje me dokumentat, mund të kenë lidhje me studimet. Por që shoh që ju do jeni më të qetë gjatë fillimit të javës, nuk do jeni duke menduar shumë në lidhje me situata të ndryshme që keni. Dhe në mesin e javës shoh që futeni përsëri në një energji ku ju jeni duke menduar rreth çështjeve dhe situatave të ndryshme. Humbje nga e kaluara, por ju shoh që përsëri ju do shikoni mundësitë dhe ofertat që keni. Mund të jetë një ofertë e re, mundësitë e reja në lidhje me dashurinë, në lidhje me një person, ku ju nuk e mendoni. Për pjesën tjetër, mund të jetë një mundësi në lidhje me fëmijët tuaj, me shtëpinë, mundësi në lidhje me punën tuaj. Dhe ju nuk do qëndroni të fokusuar të gjërat e së kaluar, të gjërat që keni humbur, por do fokusoheni te mundësitë dhe ofertat që do t'ju jepen gjatë kësaj jave. Dhe këto mund të jenë oferta dhe mundësi nga më të ndryshme, në lidhje me dokumentat, në lidhje me studimet, në lidhje me anën shëndetësore për një pjesë prej jush, në lidhje me anën tuaj emocionale, ku ju dëshironi të ripërtërini veten, të ndjeni më mirë me veten tuaj. Por në fund të javës, shoh që ju, sepse jemi te 10 e kupave, jemi te kupat, 10 e kupave është përmbys, nuk është lartë, dhe unë ju shoh që ju do ndiheni, ndoshta nuk e di, por mund të futeni në diçka që ka lidhje me gjërat nga ana tuaj emocionale. Këto mund të kenë lidhje me një njofje që mund të keni pasur dhe shikoni që diçka është thyer aty, diçka është prishur, një njofje ose një lidhje. Mund të ketë lidhje me familjen, me fëmijët tuaj, ku diçka ka krisur, mund të jetë një situatë që ju ka lënë pak me zemër të thyer. Për pjesën tjetër, mund të jetë diçka te vendi punës, në grupe njerëzish, ose edhe në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme. Por fundi javës ju shoh në këtë situatë që ju ndjeni pak zemër thyer në lidhje me situata që mund të kenë lidhje edhe me të kaluarën tuaj.
Gjithsesi, është një javë fantastike, thjesht dilni nga kjo energji në fund të javës, atë sepse fillimi dhe mesi javës janë shumë të mirë në lidhje me ju. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Luanit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose të WhatsApp. Atëherë, në lidhje me shenjën e Luanit, ju jeni një shenjë që jeni shumë e favorizuar për këtë javë. Kemi të bëjmë me energjitë shenjave të zjarit që jeni ju vetë, me energjitë shenjave të ajrit dhe energjinë e forcës që është energjia juaj. Atëherë, në fillim të javës, shoh që ju nuk do jeni duke menduar më në lidhje me problemet e së kaluarës tuaj. Ju do keni një energji të jashtëzakonshme, ndoshta jeni në energjinë tuaj, e shoh këtu, dhe do mendoni në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën nga ana ekonomike, por duke pasur një energji dhe forcë të brendshme. Dhe në mesin e javës shoh që ju nuk do ngeceni më në mendimet tuaja, ju do shikoni që rruga është e hapur. Rruga është e hapur në lidhje me një dashuri, do shikoni që rruga është e hapur në lidhje me lidhje dhe marrëdhëniet tuaja, në lidhje me një njohje të re për gjithë ata që duan të bëjnë njohje të re, dhe në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që ju mund të keni në lidhje me dokumentat, në lidhje me studimet tuaja, me anën tuaj shëndetësore, por dhe me çështje të ndryshme që keni. Dokumentat mund t'i merrni nga më të ndryshmet, mund të jenë dokumenta shtëpie, dokumenta pune, dokumenta leje qëndrimi, një patent, mund të merrni nga më të ndryshme. Dhe në fund të javës, ju shoh pak të lodhur në lidhje me këto situata, dhe pse rruga është e hapur, dhe pse ju e keni rrugën të hapur në lidhje me gjithçka, në fund të javës sikur do ndiheni pak si të pafuqishëm, nuk e di pse ndiheni në këtë situatë, po dilni në këtë energji, ndoshta keni nevojë për një pushim, të shkoni diku në një ambient me ujë ose diçka, por shoh që do ndiheni një rënje të brendshme të fuqisë tuaj, mund të them, ose të energjisë që ju keni. Gjithsesi, është një javë fantastike, rrugët i keni të hapura, ju do ndjeni që nuk do keni më probleme, nuk do ktheni më kokën nga e kaluara, dhe fundin e javës duhet keni pak kujdes në lidhje me këtë. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Virgjëreshës. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë, por dhe një muaj sa më të mbarë. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Dhe dolën vetë 3 letra. Atëherë ju shoh në fillim të javës, shoh që edhe ju i keni rrugët të hapura, kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ajrit, energjinë e shenjës së ujorit dhe energjitë shenjave të zjarit. Në fillim të javës ju shoh që ju rrugët do ta keni të hapur në lidhje me një njohje, për të realizuar diçka në lidhje me një njohje. Për pjesën tjetër, në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, ju keni manifestuar për të realizuar diçka dhe unë shoh në mes të javës ju e realizoni. Për pjesën tjetër, mund të ketë lidhje me punën tuaj, ka shumë lidhje me teknologjinë për një pjesë tjetër, me dokumenta të ndryshme, me studimet tuaja, mund të jenë studime që bëhen nëpërmjet teknologjisë. Gjithsesi, shoh realizim në lidhje me ju te vendi punës nga ana ekonomike, në lidhje me shtëpinë, me fëmijët tuaj, mund t'i merrni situatat si i keni. Dhe në fund të javës ju shoh të vendosur në qëllimet tuaja. Ju do t'i vendosni qëllime vetes, mbasi të realizoni diçka, këtë njohje, lidhje ose gjëra që ju doni në marrëdhëniet tuaja, në shtëpinë tuaj ose në familjen tuaj, por ju do realizoni dhe kontrata të rëndësishme në fund të javës. Mund të jetë një kontratë pune, bashkëpunime të ndryshme, partneritete, në lidhje me karrierën tuaj, dhe shoh që ju do keni një energji të jashtëzakonshme, gjërat rreth jush do jenë të bukura shoh, sepse ju do jeni të vendosur në qëllimet tuaja.
Gjithsesi, është një javë ku rrugët I keni të hapura, ju realizoni gjërat që ju keni dëshiruar, që keni manifestuar, dhe në fund të javës shoh me qëllime, me kontrata të ndryshme që mund të keni, dhe këto kontrata mund t'i merrni në situata nga më të ndryshme. Mund të kenë lidhje me dokumentat, me studimet, mund të kenë lidhje me largime I shtetit. Është e rëndësishme është që ju keni realizime, por keni dhe qëllime. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal.